ai shkëlqen i kuq në qiellin e natës. Një botë e largët e ftohtë dhe e pamëshirshme, por njerëzimi e ka zgjedhur atë si shtëpinë e ardhshme. Pyetja nuk është më nëse do të shkojmë në Mars, por kur, dhe a do të mbijetojmë ne atje? Mirë se vini në All Your Favorite. Sot do të zbulojmë se çfarë na pret në planetin e kuq. Marsi ndodhet rreth 225 milion kilometra larg nesh. Është planeti i katërt nga dielli dhe vetëm gjysma e madhësisë së Tokës. Sipërfaqja e tij është e mbuluar me oksid hekuri që i jep atë ngjyrë të kuqerremtë të famshme. Por Marsi nuk ka qenë gjithmonë kështu. Studiuesit besojnë se miliarda vite më parë ky planet kishte oqeane, lumenj dhe një atmosferë të dendur, mund të kishte pasur jetë, mund të kishte qenë një botë blu ashtu si toka jonë. Po çfarë ndodhi? Pse u shndërrua në një shkret të tirë të ngrirë? Përgjigjja qëndron në bërthamën e tij. Marsi humbi fushën magnetike dhe pa atë mburoi era diellore i grabiti atmosferën. Uji u avullua në hapësirë. Jeta, nëse ekzistonte, u zhduk. Sot temperatura mesatare në Mars është -60 gradë Celsius. Atmosfera është 100 herë më e hollë se e Tokës. Dhe megjithatë, ne ndërrojmë të shkojmë atje. Të jetosh në Mars është një luftë e përditshme me vdekjen. Çdo frymëmarrje, çdo pikë ujë, çdo rrezë drite, gjithçka duhet të llogaritet me kujdes. Problemi i parë është rrezatimi. Pa fushë magnetike dhe me atmosferë të hollë, sipërfaqja e Marsit goditet vazhdimisht nga rrezatimi kozmik. Një udhëtim i thjeshtë në sipërfaqe do të ekspozonte një astronaut ndaj sasive të rrezikshme rrezatimi sa 700 radiografi në vit. Problemi i dytë është ajri. Atmosfera e Marsit përbëhet 95% nga dioksidi i karbonit. Pa kostume speciale, mushkërit dhe njeriu do të shpërthenin brenda pak sekondash. Pastaj është uji. Marsi ka akull në polet e tij dhe në sipërfaqe, por nxjerrja e tij është një sfidë teknologjike enorme. Pa ujë nuk ka jetë, pa ujë nuk ka mision. Dhe së fundmi është izolimi psikologjik. Një udhëtim drejt Marsit zgjat 7 deri në 9 muaj. Astronautët do të jenë të vetëm larg familjeve, larg gjithçkaje që njohin. A mund të përballojë mendja njerëzore këtë? Përkundër të gjitha pengesave, planet po marrin formë. SpaceX e Elon Muskut synon të dërgojë njerëzit e parë në Mars deri në vitin 2029. NASA ka programin Artemis që përdor hënën si trampolin për Marsin. Plani është ndërlikuar. Së pari do të dërgohen robot dhe pajisje për të ndërtuar strehimore nëntoksore. Toka e Marsit do të mbrojë kolonët nga rrezatimi, ashtu si shpellat mbrojtën të parët tanë miliona vite më parë. Më pas do të zbarkojnë inxhinierët dhe shkencëtarët. Detyra e tyre të nxjerrin ujin nga akulli, të prodhojnë oksigjen nga atmosfera, të mbjellin bimë në sera të mbyllura. Çdo bimë e parë në Mars do të jetë një fitore për njerëzimin. Imagjinoni një qytet i vogël në sipërfaqen e kuqe, korridoret e ndriçuara, serat me domate dhe patate, laboratorët ku studiohet jeta jashtë Tokës. Fëmijët e parë të lindur në një planet tjetër, brezi i parë marsian i njerëzimit. Por, a do të jenë ata ende njerëz si ne? Disa shkencëtarë shkojnë edhe më tej. Ata flasin për terraformim, procesin e shndërrimit të Marsit në një planet të ngjashëm me Tokën. Ideja është e thjeshtë në teori, por e pamundur në praktikë. Duhet të lëshohen sasi të mëdha gazi ser në atmosferë për ta ngrohur planetin. Akulli i poleve do të shkrihej duke krijuar oqeane. Atmosfera do të trashej. Marsi do të bëhej blu përsëri. Por kjo do të kërkonte mijëra vite dhe teknologji që ende nuk e zotërojmë. Disa ekspertë mendojnë se është një ëndër e parealizueshme. Të tjerë besojnë se është e vetë një mënyrë për të siguruar mbijetesën e specieve tona. Sepse Toka nuk është e përjetshme. Asteroidet, ndryshimet klimatike, vulkanet supermasive
rreziqet janë të panumërta, dhe nëse një ditë toka bëhet e pajetueshme, Marsi mund të jetë arka jone noes në hapësirë. Marsi nuk është thjesht një planet, është pasqyra e ardhmërisë tonë, një sfidë që do të na detyrojë të bëhemi më shumë se sa kemi qenë ndonjëherë. Dhe ndoshta brenda dekadave, hapi i parë i një njeriu mbi tokën e kuqe do të hyjë në histori përgjithmonë. Por para se të ishim këtu, para se të ndërronim për Marsin, gjithçka filloi me një shpërthim, një shkëndije vetme në errësirën absolute. Të mërkurën që vjen, do të udhëtojmë 13.8 miliard vite në të kaluarën. Big Bang. Si filloi gjithçka? Mos e humbisni. Nëse të pëlqeu kjo video, abonohu në all your favorite dhe aktivizo zilen. Shihemi në udhëtimin e ardhshëm.